algoritmit. Sot, mbreti algoritmit është vënë me shpalla pas murit dhe po e shef çfarë të shkakton algoritmi kur të kthehet kundër. Okej, Durim pat një sentiment në Kosovë pro protestës. Një prej tyre keni qenë edhe ju, a lidhet kjo me ambicjet, me Albin Kurtin, me ato çfarë ai përfaqëson, apo ishte thjesht një reagim qytetar për atë çfarë po ndodh, një mllaf, si më thon, për ato çfarë po ndodh në Shqipëri? E para, Shqipënia nuk është për neve shqiptarëve të Kosovës çfarë do shteti. E para kjo. E dyta, për te kësaj ne jemi njerëz. Dhe kudo kur çohen njerëzit për të kundërshtuar padrejtësi, sidomos në Shqipërinë që ka vujt atë shumë, natyrisht që ka me pas simpati e empati. Për më tepër të qenë pjesë të njëjtit këmbë, apo jo. Duhet me qenë në këtë ngjarje të jashtëzakonshme politike, ndoshta për të kuptuar më mirë këtë zhvillim, këtë protestë, këtë revoltë qytetare. Pra, mendoj që shkon shumë edhe për Albatrosin, për kundërshtarët kësaj revolte qytetare, për të shkuar në atë protestë, ndoshta edhe pak kështu si kalim thip, për të kuptuar më mirë çfarë po ndodh, po ndoshta edhe për mu fisnikru vetë si person. Jo, me zhurmë, jo, si ty kanë për zhurmë, me di sigurt. Jo zhurmë, neve sonë s'kim na. Ose na leti, ose dyshush më apo. Nuk ka rregull. Ja, si ty kanë për zhurmë, se për fjalë nuk kanë to e dim. Do të më shkua atje. Do të më shku sepse një edhe fisnikru. Se i liri. Ty kanë shumë me bo zhurëm. Ty kanë shumë me bo zhurëm. Se për fjallë do në zanë. Kush të kanë shumë ty që pas ka shumë? Ty kanë shumë për zhurëm. Kushëm ka shumë? Kushëm ka shumë ty? Kushëm ka shumë mu që ka shumë ty? Re aty se të vi zhurëm bën. Leo, me leje të lutë, në kësha pasëv me pas kohën tanë me. Pra është një moment jashtëzakonshëm sepse njerëzit edhe fisnikrohen. Unë isha veç një ditë në protest. Edhe me po atë shumë llojshmënit njerëzve që në kushte normale, ndoshta në jetën e përditshme, as nuk mundën me duru njëri tjetrin. Pra vajza me shaminja, motrat në derit, vajza me piercing. Pra protesta është edhe moment emancipimi i shoqërisë, po e cila në të njëjtën kohë demokratizon edhe vetë pjesëmarrësit. I bën ata hala më mirë, hala më të si më thon me përjetu që pavarësisht dallimeve të vogla që mund të kemi, Shqipënia e re nën kupton që këto dallime tona janë të vogla, mirë po ku aspirojmë me shku shumë e rëndësishme. Në këtë kuptim, menoj që Roma e ka humbur betejën. Ndoshta nuk bjen mas një javë, mirë po ka me Roma. Është çështje e ditëve. Nëse jo edhe më pak se ditëve. Okej. Pra, po diçka do të më janis prej fillimit. Unë jam i lumtur që sot po diskutojmë për Shqipërinë. Nuk di në rast tjetër që ndodh me u bë java e 4 që Kosova diskuton as pak për mos më thon hiç për zhvillimin e Shqipërisë. Ky është debati i parë në Kosovë që po bëhet për protestën në Shqipëri. Po këto na është mirë me bosi autokritika, po? Të gjithë ne. Nuk është në rregull Shqipëria që një muj ditë vlon atje dhe ne nuk kemi bë asnjë gjë. Kanë qenë ne nuk duhet me marrë mësim zgjedhjet edhe po e vërtetë edhe kjo. Se nuk është mirë Leo, nuk është mirë me marrë mësim për asaj që ndodh në botën e mediave. Sona po drona. Nuk është në rregull. Unë jam i lumtur që mediat e Kosovës janë më mirë se në Shqipëri. Nuk është rasti me u marr shembull atyre. Që u dash me orë krejt bota me kamera, që më janis ata ka dalë ka pak me miqu kamerat në protestë. Prandaj Kosova, tu i qenë që është më mirë pjesa e botës mediale, nuk është mirë me një shembullin e Shqipërisë. Edhe kjo sa i takon përshtypjes parë, po mendoj që është një ngjarje jashtëzakonshme, cilën përshtypja ime është që duhet më shku edhe me përjetu për me kuptu edhe më mirë. Do të më jetu atje Durim, masanena me nis me folë, voton do të jetosh atje. Tjetosh atje, edhe pastaj të fisnikrohesh e të bërë. Me ditë Roma sa zërore në Vjagojë, Baja gajnë e Ramosit, ti vishë baja gajnë e Ramos. Vishë baja gajnë e Ramosit. Le ta merë fjallën. Jo, në flasë e fundën. Jo, s'ka lidhje. Jo, le them bota. Albatrosin me që e pati me Durimin. Hajde Albatros. Jo, se çfarë më kanë për ballë Durimin apo do se del në origjinë ky, apo do se ka çu dikush, hajde, Bator. Del në origjinë ky. Bator dikimoj të qëndrim se ky do pi Prishtinës me shliru Tiranën. Që më thonë sot im ka du. Ja? Okej. Unë jetoj atje, kam dallim me ty, unë jetoj atje. Ta përmendojmë pjesën e parë, mas ne merre zhurmë magjike. Ti jeton atje ti. Albatros zhurmë. Ti zhurmë do të. Çfarë halli ke më të punë? Baton. Atëherë, e ndëgjova edhe Tanin edhe deputetin edhe Durimin. 3
qëndrime të cilat, me thonë drejtën ende, nuk e shpjegojnë protestën. Dhe protesta është diçka tjetër, edhe pse ka ardhur deri te protesta është këtë diçka tjetër. E para, po merren me figurën e Ramës, një gjë do m'ja thënë të treve, që e kam qëndrim personal, Shqipëria, shqiptarët, edhe këtu edhe atje, kur asnjëherë s'kam pasur kryeministër me vizion për zhvillimin e Shqipërisë. Dhe nuk do të ketë edhe një kohë gjatë, me plot gabime. Me plot gabime të cilat ai rrugës, se është normale për një njeri që e ka pushtetin për 14 vjet. E para, me njëherë nuk pajtohem se në ngjarjet të 89-s dhe të 90-s nuk kanë lidhje me protestën e tanishme. Po, është një demonstrat kundër sistemit sot dhe kryesisht është kundër Edi Ramës personalisht. Dhe po mundohem ta shpjegoj pse është kundër Edi Ramës dhe nuk duhet ndalem në ngjarjet e 89-s, 90-s, për arsye se ai ka qenë moment lirie i njerëzve, mbrapa një sistemi ku për 50 vjet shqiptarët nuk kanë pas guxim që të reagojnë. Ajo ka qenë vendi i fundit që e gjeti veten që ta kërkojë lirinë e vet. Dhe nuk është për t'i lavdëruar as atëherë protesta, për arsye se ato protesta kanë ardhur nga shtytjet për gjithë Evropës dhe gjitha vendeve tjera që i kishin përfunduar procesin. Për thonë komplet tjera, po. Tash, po mundohem të sqaroj ku është problemi. Problemi i parë në Shqipëri është se shteti ka rënë në vitin 1991. Shteti në Shqipëria nuk ka pas shtet. Dhe janë kriju feudet e para të njerëzve të cilët e kanë mbrojtur pronën e vet dhe familjen e vet. Ato feudet të cilat kanë qëndruar për një kohë gjatë, kanë qenë jashtë sistemit. Dhe aty është kriju i forti, aty është kriju imazhi për njeriu e rëndësishëm që nuk ka qenë as pushtetar as deputet, dhe në atë sistem është kriju edhe diçka, marrëdhënie e atyre të fortëve me deputetët të cilët e krijojnë marrëdhënien kriminale për herë të parë. Dhe për faktin që njerëzit që të tretë folën pa memorie të asaj kohe, tregon që nuk shpjegojmë pse protesta ka ardhur sot. Dhe me qenë se tani merret kryesisht si profesionist me gjitha bandat të cilat janë krijuar gjatë asaj periudhe, bandat që janë krijuar gjatë asaj periudhe janë krijuar për varfërisë të madhe dhe për shkak të mungesës shtetit, ku nuk ka funksionuar kur gjë. Po. Dhe duke përfshi të gjithë se deputeti është i gjeneratës 3, edhe tani, të gjithë kanë kontribuar që këta të fortit të jenë pushtetarët më të fortë të Shqipërisë për një kohë gjatë. Kush janë këta të fortit? Juve ju kujtohet se sa vetura të vjedhura